Në jug të Shqipërisë, aty ku deti jon shtrihet i qetë dhe ngjyrat blu përzihen me të gjelbrën e natyrës, ndodhet manastiri i Shën Gjergjit, një vend që mbart histori, besim dhe qetësi të rrallë. I vendosur mbi një kodër që dominon gjithë zonën e Ksamilit, manastiri duket sikur vëzhgon në heshtje çdo lëvizje të detit dhe kohës. Rruga drejt tij është e qetë, larg zhurmës së përditshme, një ngjitje që të fton jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht drejt reflektimit. Ky objekt kulti, i lidhur me figurën e Shën Gjergjit, një nga shenjtorët më të nderuar në traditën ortodokse, besohet se ka shërbyer ndër shekuj si një vend lutjeje dhe strehimi për besimtarët. Muret e tij mbajnë gjurmë të kohës, ndërsa arkitektura e thjeshtë flet për një periudhë ku besimi ishte themeli i jetës së përditshme. Brenda hapësirave të tij, qetësia është thuajse e prekshme. Çdo hap kumbon lehtë, ndërsa drita që depërton nga dritaret krijon një atmosferë të ngrohtë dhe meditimi. Është një vend ku njerëzit ndalojnë, ndezin një qyri dhe lën pas për pak çaste ritmin e shpejtë të jetës moderne. Por përtej vlerës shpirtërore, manastiri i Shën Gjergjit ofron edhe një nga pamjet më mbresëlënëse të rivjerës shqiptare. Nga kjo pikë, horizonti hapet i gjerë, ishujt e Ksamilit, deti i kristalt dhe brigjet përreth krijojnë një tablo që të mbetet gjatë në kujtesë. Vizitorë të shumt, vendas dhe të huaj, ndalen këtu jo vetëm për besim, por edhe për të përjetuar një ndjesi paqeje që rrallë gjendet në destinacione turistike. Për disa, është një ndalesë e shkurtër. Për të tjerë, një moment reflektimi që zgjat më shumë se sa koha fizike e qëndrimit. Në një botë gjithnjë e më të zhurmshme, vende si ky manastir na kujtojnë rëndësinë e qetësisë, të historisë dhe të lidhjes me rrënjët tona. Dhe ndërsa dielli perëndon mbi detin jon, duke lyer qiellin me ngjyra të arta dhe portokalli, manastiri i Shën Gjergjit mbetet aty, i palëvizshëm, i qetë, një dëshmitar i heshtur i kohës që kalon, por që nuk harron.